Aleancën e Atlantikut Veriut, dhe sigurisht që do marrë edhe rrisje përsipër, pasi ashtu siç tha edhe zoti Krisafi, mund të jetë ushtria shqiptare apo një pjesë apo një kontingjent. Me që kishe polemikën mua shparë, mos haro që dhe Aleanca Atlantikut Veriut është një krim amerikan. Një kujtes. Më bëre pak kështu. Jo, është Fatimath thash. Fatimath po bën ata financon ata. Jo, në rregull, Okej, në rregull. Thjesht një kujtes për publikun. Jo, e kujtoj prapë, s'ka problem. Jo, po se I qëndroj mendimin tim dhe besoj atë që them. Vazhdo qëndroj, po thjesht kujtes me që thej është fat për një standard, po patjetër. Patjetër. Pra pjesë e një aleance krijuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, në rregull. Faleminderit. Qartësova besoj. Jo, u qartësova. Besoj je më i qetë tani. Visha i qetë që më shqetësohen për ty. Jo, pse shqetësohesh? Pas sa tendenca Jo, unë ato i them përsëri dhe po them anti-amerikane, po jo aq miqësore ndaj. Është fat i madh edhe njerëz që jemi pjesë e kësaj aleance. Analitike që ndodh, s'ka problem. Vazhdo, s'ka problem. Nëse nuk ndërpreva asnjëherë, nuk është korrekt. Tani e bëre, nuk është ndërprerje, janë qëndrime, po. Okej. Dhe në këtë kontekst duhet parë edhe lëvizja e shteteve armiqësore ndaj shqiptarëve, siç është Serbia, e cila sigurisht patëm edhe vizitën e Vučić gjatë festës kombëtare ruse në Moskë, dhe ishte ironi fati se si liderët europian, por edhe kryeministri Rama e pritin Tiranë samitin për Europën. Paktën Serbia po luan me 2 porta, po luan qoftë edhe me Europën, por qoftë edhe me Rusinë. Prej kohësh, prej krimit të saj ka luajtur në këtë formë, dhe besoj se duhet të ketë një kujdes të shtuar mbi Serbinë për çështjen e veriut Kosovës. Okej, bravo. Situata globale ngjason shumë me atë të fundviteve 30 dhe Ukraina është Çekoslovakia e sotme. Por unë besoj në mënyrë paradoksale armët bërthamore do jenë garancia që konflikti nuk do shkojë deri në fund, që të jetë një luftë globale, një luftë gjithëpërfshirëse, sepse fuqitë e mëdha nuk do përfshihen masivisht, mund të ketë konflikte lokale, siç ka pasur gjatë luftës së ftohtë, por një përballje, mund të ketë luftë me shtete proksi, por një përballje mes fuqive globale nuk ka për të patur, sepse në qoftë se ka, atëherë është mbretvrasje e dyanshme. Zhe, unë e di që mund ta vazhdosh këtë analizë, më lejo mos të lët vijosh këtë analizë që besoj do jemi në këto. I thash të gjitha gjërat që kisha dëshirë të thas sot. Ka një reagim në mesazhe që disa duan të ta bëjnë pyetjen ty, kam 3 të tilla, 2 të drejtohen ty. Pyet Zhen, thonë ata që ndjekin që ti e ke politikën e jashtme më në fokus edhe në shqyrtimet e tua përhershme. Kush do ta mbaj koston e humbjes së jetëve të fëmijëve në Palestinë? Si e rregullon historia, diplomacia, si duhet sillet kushdo me këtë masakër sot në 2025-ën? Si e mendon këtë? Në të tragjedi që po ndodh në Palestinë, që nuk është një tragjedi që po ndodh sot, është një vazhdimsi, është një epope. Mendoj që ka rënë në gjunjë iluzioni që ka pas njerëzimi për Kombet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara janë një NGO tashmë, nuk kanë asnjë pushtet mbi askënd, për fat keq, po të paktën identifikojnë të keqen ku ajo është në mënyrë shumë të ndershme. 2, mendoj që se ne shohim vetëm qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është e vërtetë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet e caktuara europiane e furnizojnë me armë Izraelin. Por, nga ana tjetër, mos harrojmë që ish Bashkimi Sovjetik dhe Rusia ka furnizuar me njerëz. Po themi Kina, pra tu kemi, se shiko si është problemi, kur ne duam të gjykojmë dikë, gjykojmë Amerikën e shket, them unë, thoj se gjithmonë se është shket fare. Kur ne duhet të sulmojmë dikë sepse po mban ekuilibrat botëror, prapë sulmojmë Amerikën. To tjerët i harrojmë ne. Domethënë, këtu është, mendoj unë, një turp i madh global. Domethënë, gjithë planeti, gjithë ta gjigant, që nga Xi Jinpingu, që nga Putini, Donald Trump apo të tjerë, nuk po arrin dot të ndalojnë një kasapan që po ndodh. Dhe ka një problem që gjithmonë ka pas tentativa
po flasë më për Amerikën se ajo i bën tentativa, ato tjere sprovojnë politik, për fat keq. Se ajo që ka pas, ke Jimmy Carter, ke Clinton, ke presidentën ndëror Obama, ke president që kanë bërë namin, kanë rrezikuar karrierët e tyre sepse lopet hebraike janë shumë të forta dhe Kennedy rrezikoi thellësisht. Falenderoj dhe pra amerikanët kanë qenë shumë aktiv për ta mbyllur këtë gjë. Tu kemi një rast, kemi një personazh si Netanyahu që ka dalë nga kontrolli dhe për të parë Spanja, Franca ka njohur shtetin palestinez, ka ndodhur çuditëra, pavarësisht se ne nga ana diplomatike nuk i japim rëndësinë e dur. Këtë përgjigje kisha. Mirë. Shpresoj të kemi qenë shtërues sa mundemi për këtë situatë globale dhe për të kuptuar edhe ku gjendemi dhe ku gjendet gjithë le të themi situata e paqes ose jo në botë edhe mekanizmave të balancës nëse Shtetet Bashkuara janë ende on charge, on top të gjithë kësaj situate që ne si shqiptare përjetojmë mirë kur Shtetet Bashkuara janë në rrugën e dur. Natë mirë nga Top Story.